Përshëndetje gocani, përshëndetje. Do t'ju tregoj diçka. Dikur njeri pyeti dikë dhe i tha: a të mungoj njerëzit e afërt? Ai tha: jo, as pak. Po si, i tha, as pak, ja njerëzit e tu. Tha ajo: në të vërtet nuk më mungon asnjë. Dhe i pyeti dhe i tha: po si ndihesh? Si ndihem unë? Të them të vërtetën, ndihem shumë mirë me veten time. Se ka ardhur koha sot që duhet të shikojmë nga pragu e brenda. Se sot nuk të bëhet me as i yti dhe as i botës. Dhe i e pyeti sërish, i tha: po mirë, kush e pati fajin? Tha ajo, kush e pati fajin? Shtylla. Edhe ju kthye, i tha: po çon shtylla këtu, tha, me njerëzit. Shtylla më xhaxha shtylla, tha, që shpërndau gjitha fijet, tha, e korrendit në përshpit e botës. Edhe ai ju kthye sërish dhe i tha: po çyn telat e korrendit këtu dhe shtëpit e botës? Tha ai prap: o xhaxha, tha, je më i madh nga mua, po akoma duhet mësosh. Po ja mor biri, tha. I tha: edhe llafet e shtëpisë time, tha, u shpërndan, tha, si korrendi në përbot. Ju si thoni, goca? Kishte të drejtë xhaxhai apo djali? Unë po pi një çaj të ngrohtë se më ka zënë gripi. Ja dhe pema ime, se unë nuk kam bërë video akoma, se më mungojnë dhe disa gjëra tjera, që të drita këtu lart e perdja për t'i ndezur. E do them dhe një tjetër. Dije kam ardhur nga puna, thash, do vete në shtëpi, edhe shtëpinë e kam xic, vetëm sa të gatuaj, edhe